Janë kthyer në vende pelegrinazhi shtëpitë e 4 burrave të 21 janarit. Njerëz që ikin e vijnë edhe sot, të njohur e të panjohur, miq e të afërt. Familjarët janë kudo njësoj, bujarët thjesht, të vrarë nga një përballje jo e thjesht me jetën, e të vrarë sërish nga tragjeditë e njerëzve të shtrenjtë. Ashtu jetojnë edhe të afërmit e Hekuran Dedës, babait të 2 vajzave, Elisabetës dhe Erdelinës, 8 dhe 13 vjeçare. Vllai ka qenë emigrant në Greqi, pa të ardhur për të nxjerrë pasaportën e re dhe për të ikur me datë 25. Me 21 u vra. Punëtor si gjithë tjerët e thjesht emigrant mashut. Me gjithë e kalotë mirë dhe zona na njeh shumë mirë, si atje ku kala docë, si edhe këtu. Nëna Dudie shkon e vjen shtëpisë së thjesht me një shikim të mpirë drejt fotos së djalit. Shkon e vjen e her pas here qëndron aty, bisedon me të, përqafon fotografinë e tij, a thua se kërkon edhe një herë t'i ndjej aromën, t'i ndjej shtrëngimin, t'i ndjej ngrohtësinë. Pa të vrasër fëmijën pa drejt, me dorën xhepa, s'ka shije jeta nënës mu. As për vlezën, as për nënë, as për babë. S'ka shije jeta, as një zërë shije nëna se ka. Jetojmë kot jetojmë. As për na jepet as një drejt, as një send, as në përkrah kush. Me dalë me gërko një letër, ani që u thënë të në calëves me qitë një librez, papa gjoj lekt, sën drejtohna. Pas vrasjes e Kuranit, edhe babai i tij, Halimi, pasi u dergj për 2 vjet në shtrat, ndroi jetë vetëm 3 javë më parë. Ndroi jetë duke përshpëritur emrin e tij, duke u përpjekur të marrë dhimbjen e tij, humbjen e tij. Po s'pa drejtësi, s'ka në qëtësi. Në qëtësi s'kemi. Deri sa më shkoj plaku, që më plagosën, njëra ditë si ka dhënë shpirtin. Njëra ditë si ka dhënë shpirtin të përmen plagosme në gjallit. Për Hekuronin, ku ka hec, ku ka shkua, a ka po, ka thona do të kthehem në shtëpia, jo ç'ës menoj nona, ç'ës menoj nona. Ku t'jetojmë, për dhimbësorinë e gjallit. E kishim përsmari gjallin. Nuk dilte papa e të nonën, papa e të babën. Shkoj të kunë vete, shkova shton, shkova qatje, në kalzojte. Punë të liga s'ka pas përdor. Jo pse e kam pas me unë të mësojt, për e din gjithë. Tërheqje nuk e njohin, as nuk duan t'ja përmendësh. Nuk duan të harojnë, aq më pak të marrin një tjetër drejtim nga ai i Hekuranit të tyre.
Diku në një cep lotët e tharë të nënës flasin me klithmën e heshtur që shurdhon më shumë se gjithçka tjetër mes dhomës së vogël. Ka përthehen shpirtrat e djalit e babës, ka përthehen mes një ndjesie që mund ta provojnë vetëm ata që shkrihen në rrudhat e skalitura në fytyrën e nënës. Me dur në gjepa ka dalë si gjithë thjerë. Nesër do dalë prap unë, e pe rruga. Çdo gjanë, prap do dalë. Let na vrasë gjithë dhe sa kështu e ka nisë, dita ditës po na vret. Ata ishin 4 burra, 4 baballarë, 4 qytetarë, 4 shpirtrat fortë që kërkuan të drejtën e tyre. Nuk e kërkuan me dhunë. Jo, s'pak. E kërkuan me duar në xhepa e me revoltën qytetare që shkrehej nga padrejtësitë. E kërkuan në mes të ditës, në mes të bulevardit, në mes të gjithë. Feigu mori pas edhe djalin e tij, duke lënë vetëm bashkëshorten e djalin tjetër. Ziveri la pas 2 jetim që sot enden pa figurën e fortë të babait të tyre. Të voglat Amelia e Mentila nuk e kanë më babi Aleksin, e po ashtu familjarët e tij, ashtu si e Kurani që shkoi teje pas tij dhe jati në mall e breng për të birit. Ata ishin 4 burra, 4 shpirtra memoria e të cilëve nuk do të shuhet kurrë.